Viza, qështu më në vend? Jo, qështu me një vend. Hajde. Përshëndetje, deshta me ditë nga jo se si ka qenë viti që e lam mas dhe çka pret në vitin 2024. Përshëndetje për të gjithë, gjithashtu. Për mu ka qenë një vit shumë i suksesshëm. Jam shumë i gëzuar, dhe më thonë, me vitin që i kum kaluar dhe shpresoj që vitin e ardhshëm do të kem prapë suksese të njëjtë. Megjithëse gjithherë kum qenë i suksesshëm. Më vjen mirë, e si e pritet liberalizimin e vizave? Po mirë është bëu për gjithë, sidomos për ata njerëz që me të vërtet kanë humbë shumë kohë dhe shumë, domethënë, ka qenë edhe domethënë kanë kushtuar, domethënë me marrë një vizë për me dalë jashtë, sidomos për ata që me të vërtet i kanë familjarët atje dhe domethënë kanë pas gjithherë dëshirë me shku në vizita. Sa i përket tjera, besoj që rinia është më mirë mu koncentru këtu se edhe kanë ndryshu jeta edhe këtu, edhe kanë mundësi edhe me punu këtu se me të vërtet unë jam mërgjimtar që 38 vjetë, po jeta është e vështirë dhe ndryshon jeta në të ardhmen. Nëse në atë kohë, kur kum dalë unë me pas gjetë vetën dikon këtu pari, unë s'kisha shku. Megjithëse tash na ka ra mirë se Kosova ka qenë shumë, domethënë, shumë faza të ndërlikume, ku na që kena shku ma herët, domethënë na ka ra ma mirë, ama më konë sot nuk isha shku asë një herë. Në cilin shtet jeton? Jam në Gjenevë të Zvicrës. A mund është më abu një diferencë prej Europës me Kosovën? Po shqo, jeta këtu është ma e mirë, kuptohet që unë besoj që çdo njeri që punon këtu, që don me punu, mund me arritë edhe këtu, megjithëse këtu njerëzit gjithhera nuk fillojnë me mu marrë me ndonjë aktivitet punës, edhe rrinë shumë për azete, kur vinë atje ndryshojnë krejt. Unë kam shumë edhe raste që një njeri që në rinia që këtu, kur baqen e nënës vetë, nuk e kanë rregullu, kur ka shku atje, po më pas qysh sa pagu, ku morë edhe foto, kum pas që më të vërtet e ka zbukuru edhe une, kum lajmëru në unë në aty në djeme, se më të vërtet djali ju të ju se ka rregullu kur boqen, amo këtu për gjys dite e ka bo, diçka perfekt. E jo ku keni me prit këtë vitin e ri? Të parë notë besoj që jam në gjirin familjar, gjithhera, edhe unë shumë rëndësi me cekse që 39 vite, asë një hera, vitin e ri nuk e kumplit jashtë Kosovës. Po më vjen mirë. Vitin, jo, qëto e prisha, s'ka lidhje, edhe një pytje, po ta bëj shpejt, ku ki me prit, a ma mirë këto atje, edhe qëto. A është ma mirë në Kosovë apo në Zvicër? Për festet vitit ri edhe gjitha festat, na kem qef gjithhera me qanë këtu, përndryshe se kem familjar, kem shok, që unë sot ku marrë këtu, kam shumë shok me taku, që i treti tash kam ndalë me pi një kafe, jem të knoqër me taku njerëzit që i dojna dhe kem qef me pi kafe me najtë me bu muhabet. Faleminderit juve shumë, e unë ju uroj një vit sa ma të mirë. Faleminderit gjithë popullit shqiptar, ju uroj festën edhe ju uroj që vitin e ardhshëm të jem edhe për juve shumë më i lehtë edhe më i mirë edhe më i suksesshëm. Faleminderit shumë. Ditën e mirë, faleminderit.